3 fëmijë nga Ferizaj, RT 12 vjeçe, AT 11 vjeç dhe DT 11 vjeç, dorëzuan në polici një kulet të gjetur, i cili përmbante dokumente personale dhe plot 614 euro. Kuleta u gjet në një rrugë të qytetit dhe u dorëzua në stacionin policor nga qytetari në Terziu. Pas verifikimeve, policia identifikoi pronaren BM nga Ferizaj, e cila mori dokumentet dhe parat me proces verbal zyrtar. Pronarja shprehu mirënjohje të sinqertë ndaj fëmijëve dhe familjeve të tyre, si dhe ndaj policisë së Ferizajt për profesionalizmin dhe bashkëpunimin. Drejtoria rajonale e policisë në Ferizaj falenderoi publikisht fëmijët për veprimin e tyre human dhe edukativ, duke e konsideruar atë një shembull frymëzues për qytetarët.